Ashtu si kundër sot nuk mund të harroj këtu çdo njërin nga veteranët e luftës, edhe ata nuk janë më me ne, që i njohan fillimet e këtij misioni që më bën kraj i fort edhe pse më pritën fillimisht me këmbë të para. Nuk krenohem përpara jush dhe çdo antarit familjes son se kam bërë gjithçka mirë, se kam qenë i pagabushëm, apo se nuk i kam hyrë në akt askujt. Jo, nuk e kam bërë gjithçka mirë, kam gabuar jo një herë, dhe edhe pse kur nuk kam dashur t'i hyj në akt askujt, ka shumë të ngjarë që ta kem bërë pa qëllim, ose nga që mund të kem bërë në një vlerësim gabuar. Por unë krenohem sepse i kam dhënë dhe do t'i jap Partisë Socialiste pa kursim gjithçka që kërkohet nga një lider. Dhe së bashku me Partinë Socialiste ja kemi ngritur kokën Shqipërisë dhe çdo shqiptari që sot ku do qoftë e thot pas një siklet jam shqiptar dhe jam krenar se ne dhe askush tjetër do ta çojmë Shqipërinë në krah, në majën ku dielli lind andej nga perëndon. Ata ndër ju që më njohin dhe që kam punuar apo punojnë më afër me mua e kuptojnë se çka kam parasysh, duke ju thënë që e di shumë më mirë se sa mund t'ju duken disave se çfarë nuk shkon në këtë Shqipëri që kemi ndërtuar me kaq shumë mund deri këtu. Ma kërkon detyra dhe ma imponon respekti që kam për gjithë ata që ma kanë besuar këtë detyrë të lartë për 4 mandate rresht, që t'i ndjek punët e vendit në çdo drejtim, të dëgjoj dhe të kuptoj problemet e njerëzve kudo dhe sido që ata i kanë, dhe mbi të gjitha t'i ndjej hallet dhe dhimbjet e atyre që nuk ja dalin. Por gjithashtu kjo rrugë më ka provuar në mish, kock dhe deri në palc, në shpirt dhe në mendje, ato që një burr i madh ka lënë shënim për të gjithë burrat në arenë,